Marseille Ajax dhe Pafos Bayern Munich. Ledi Enrico janë me mua në studio për të folur për këto zhvillime sportive, ato çfarë ndeshjet që pritet të luajnë mbrëmjen e sotme, por duke nisur me dënimin që ka marrë Serbia. Mirë se erdhët. 20% më pak tifoz, ishte një dënim i merituar apo prap me këto dënime i jep mundësi këtyre ekipeve që të vazhdojnë të tregojnë nacionalizmin dhe dhunën nëpër stadiumet e tyre? Shko, unë mendoj që tani Gjoba, edhe unë mendoj dhe Gjoba ishte e ullët. Flas tani një nga kjo që është më me pakta, le të themi, ose dënimi më i lehtë kur flasim për ndeshje të tilla, sepse 80.000 franga, kujtojmë që në ndeshjet që ne kemi luajtur, sidomos ato në kampionatin evropian, kishte mesatarisht Gjoba që shkonin nga 130.000 deri në 150-160.000 franga apo euro, që janë Gjoba dy fishi, mund të themi afërsisht i kësaj që është dhënë për Serbin. Por më e rëndësishme është sa i përket pranisë tifozëve, siç e dimë ne tani që Shqipëria do duhet luaj pa tifoz në anën tjetër Serbia për incidentet e pafundme. Mediat britanike i bën artikuj, reportazhe, gjithë çka dhunës që u regjistrua në stadium, madje duke ngritur zërin, edhe sot po shikoja pak reagimet edhe Sane me radhë, por UEFA unë them është treguar pak e dobët në një farë mënyrë ose më zemërgjerë, shpirt mirë, me si doni ta konsideroni, sepse të ulësh një kapacitet rreth 1000 disa tifoz për mua në një ndeshje që ndoshta do t'ishte më mirë të luaj me stadiumin e boshatisur, por nuk ka më tepër rëndësi Esmeralda se sa tifoz do t'jenë, pak në mendimin tim, ku flas në aspektin e sigurisë, jo në atë sportiv, por se sa rëndësishme është se si do të merren masat në Leskovac për të shmangur çdo lloj incidenti, për t'i lënë ata lojtarët tanë që të luajnë të qetë atje dhe të mos kenë mendje që po shënuam apo po arritëm të marrim rezultat pozitiv, mund të sulmuemi nga tifozët. Kjo le të themi më intereson më tepër. Pastaj pjesë e tifozëve edhe sikur plot të ishte stadiumi, që ka kapacitet afro 8200 vende, nuk besoj se do të kishte ndikim drejt për drejt, sepse ne e pam edhe këtu, ishim 22.000 tifozë, nëse zgaboj, apo mbi 20.000 dhe Serbia arriti të merrte pikë. Jo, në fakt përfindi, unë nuk po e them në kontekstin e përballjes që kanë me Shqipërinë, po e them në kontekstin e masave që merr UEFA apo FIFA për ekipe të tilla apo për tifozëritë e tyre që jo për herë të parë kanë shfaqje të dhunës, nacionalizmit, nëpër stadiume të thirrjeve anti-shqiptare në këtë rast, por në rast të tjera ka pasur dhe anti-kroate dhe anti-malazeze apo të tjera. Shiko, Serbia është e pozicionuar qartë në këtë aspekt. Nuk do t'ja di se çfarë masash merren kundrejt saj. Sepse nuk merren masa, e ka treguar pikërisht pra. Prandaj po të them që është e pozicionuar qartë dhe atë që do ta bëj, nuk e ndalon askush. Qofshin të dënuar apo jo. Fakti që UEFA nuk ka një dorë të hekur, absolutisht. Fakti që UEFA nuk ka një dorë të hekur për ta dënuar për këto, le të themi, këto thirrjet antisportive, thyrje raciste apo fërshëllimat gjatë himnit, apo edhe zënkat midis të njëjtës tifozëri gjatë ndeshjes me Anglinë. Rastisi që pas asaj ndeshje na bie që të luajmë me ne. Dihet rivaliteti mes nesh dhe atyre, mbahet mend edhe ajo mbrëmje e gjatë në Beograd e ekipit ton, por ripozicionimi i ndeshjes apo devijimi i ndeshjes nga një stadium prej 50.000 vendesh në një stadium me 8.000 vende, kam përshtypjen që në këtë rast i shkon për shtat më shumë Serbisë se sa nesh. Thënë kjo për faktin sepse në një stadium me 50.000 vende, ku shfaqjet që pam kundër Anglisë, serbët do t'i vinin në një trysni shumë më të lartë dhe do t'a presiononin ekipin për një fitore me detyrim, ndryshe ka për të ndodhur ose mendoj se mund të ndodhë në Leskovac, ku ato 8.100 tifozë që kam përshtypjen dhe ai 20% që UEFA ka vendosur dënimin nuk do respektohet, sepse do gjejnë le të them forma alternative apo mekanizma të ndryshme për të futur brenda fëmijë apo për t'i regjistruar si fëmijë dhe për ta pasur stadiumin plot. Kam përshtypjen që do t'i shkojë për shtat totalisht ekipit serb, sepse skuadra serbe në këtë rast do të luajë e qetë përballë publikut të saj, me 6500 persona e marrim të mirëqenë që aq do jetë numri, dhe do ketë, le të themi, komoditetin që ta luajë atë ndeshje pa trysnin e atyre tifozëve, të cilët janë ndarë në dy kampe, se ky është problemi i tifozërisë. Kur ti ke dy kampe tifozërish dhe zihen me njëri tjetrin, ty të kthehet në presion në fushë. Kurse kur ke një tifozëri e cila të mbështet gjatë gjithë kohës,
ti më pas, le të them, merr krah nga ajo tifozëri. Kështu që në këtë rast i shërben totalisht Serbisë kjo pjesë, më beso. Po ke dhe një tifozëri që kërkon me patjetër fitoren dhe një tifozëri që nuk pyet shumë për rendin. Tani në Serbi është edhe ka dhe një problem tjetër. Se mund të kthehet edhe në të kundërt, se dy tifozëria e një ekipi në fakt ka përplasje me njëra tjetrën, sa ajo që ndodhi në ndeshjen me Anglinë. Ajo ishte një luftë mes tyre. Për këtë arsye ata janë dënuar. Komisioni i disiplinës se është me vendimin e Komisionit Disiplinor të FIFA-s, pra dhe FIFA nuk është se merr vendim ndryshe nga UEFA, pa mundësia për të siguruar rend dhe disiplinë brenda dhe jashtë stadiumit. Nuk e di, domethënë mjafton kjo pikë për të kuptuar se sa qesharak është vendimi tyre. Pra nëse ti nuk siguron dot as brenda as jashtë, si mund të shkojë një ekip si Shqipëria kur nuk e siguron dot me Anglinë? Shikon, ne nuk e njohim huliganizmin. Ne në Shqipëri nuk e njohim huliganizmin, po atje janë tifogrupet e Crvena Zvezdës, Partizanit Beogradit e disa ekipeve tjera që vetëm forcat speciale serbe mund t'i ndalin. Nuk janë tifogrupe, ato janë grupe kriminale. Ne po flasim për atë që përfaqësojnë gjatë ndeshjes, çfarë kanë bërë ata mund të kenë qenë dhe terroristë lufte. Jo, vazhdojnë të jenë, drejtues të unë po them këtë gjë që ne kemi parë që ata këtë shfaqje e kanë dhënë në Itali. Në mes të Italisë e kanë dhënë këtë shfaqje. Dhe ju kujtohet shumë i famshmi Bogdanov çfarë bërin mes stadiumit Italisë, apo jo? Kështu që ata nuk ndalen jashtë territorit vet. Jo më brenda territorit vet. Brenda territorit ata policinë kanë, le të themi, nën vete. Kështu që veprojnë si të duan. Dhe policia në këtë rast kanë përshtypjen që i ka çuar një shkrim UEFA-s dhe i thotë ne nuk e garantojmë dot rendin dhe sigurinë. Sepse nuk mundemi dot t'i bëjmë ballë, domethënë kësaj vale huliganizmi, sepse janë 50.000 persona dhe e di çfarë është e bukur në Serbi. Serbi shef nga 50.000 persona në stadium, 49.000 janë meshkuj dhe 1.000 janë femra që janë në tribun. Domethënë ka një pjesëmarrje kështu të paparë të meshkujve dhe pjesa më e madhe e tyre, siç e tham, janë pjesë e grupeve huligane dhe nuk ndalojnë përpara çfarëdo lloj gjëje. Kështu që prandaj po të them, devijimi i ndeshjes në Leskovac është më përmbar ka për të shkuar Serbisë se sa ne. Ne do ishim më mirë të luanim Beograd aty me atë presionin e madh dhe ata mund të kacafyteshin me njëri tjetrin. Ndërsa tani ata janë shumë të qetë psikologjikisht dhe do ushtrojnë atë ndeshje shumë më thjesht se ç'kishin mundësi për ta ushtuar. Ne na intereson pak edhe ajo, e përmendi atë fjalinë Esmeralda tek vendimi që ka marrë FIFA në bashkëpunim me UEFA-n. Domethënë nuk garanton dot sigurinë, nuk ka një politikë evropiane që një shtet tjetër siç ne kërkuam ndihmën e Italisë të garantonte mbarvajtjen e ndeshjes në Conference League. Që tek pika e parë, jo, domethënë që duhet në pikën e parë, nëse ata nuk garantojnë dot sigurinë as brenda as jashtë, që këtu ti domethënë nuk mund ta luash një ndeshje të tillë me Shqipërinë për vetë edhe ngarkesën që ka në territorin e Serbisë, ti duhet ta kishe kaluar se këtë për kufizim ka edhe Ukraina, nuk garanton dot as brenda as jashtë. Kështu që po jo, pastaj kush na jep ne garanci që në Leskovac, Ledjo, kur ti nuk garanton dot sigurinë, nuk do jem, po them kot, 10.000 tifozë që kanë ardhur për të mbështetur skuadrën jashtë stadiumit. Jashtë stadiumit mund vi kushdo, është po është problem pra edhe më i madh, Ledjo. Me helikopter do ulen, do marrin. Sepse pastaj do jetë shumë e vështirë për të shkuar skuadra, ata delegacione do ta quajë unë apo pjesëtar të mediave të cilët do duhet shkojnë ndeshje. Kush garanton sigurinë këtu? Çështja e delegacioneve është siguruar sepse dyshoj, Ledjo. E di pse nuk është e siguruar, sepse në kontaktet me FSHF-n nuk marrin asgjë përsipër për pjesën e mediave. FSHF-ja është numri 2 ose më saktë drejtuesi i FSHF-s është numri 2. Tani kush më garanton mua që nesër si gazetar dua të shikoj ndeshjen dhe që do të kthehem nga ai stadium, është logjike kjo. Dhe nesër atje do të jesh i lirë të raportosh. Unë dua të vlerësoj tifozërinë shqiptare Esmeralda që ishte 20.000 veta në stadium dhe asnjëri prej tyre nuk shkoi dhe ti cënonte gazetarët serb që erdhën na filmuan ne stërvitjen e mbyllur edhe në rrugë. Në stadium absolutisht. Po pra, po ky ishte një qytetar italian. Ne nuk lam të futen as tifozërit në stadium për t'ju bërë nderin deri në pikërisht pra. Këtu doja dilja. Fakti që ne sillemi kaq të përulur kundrejt tyre tregon shumë. Ne në përgjithësi kemi respektuar gjithë, nuk është nuk është çështje respekti në këtë rast. Në këtë rast më duket më shumë si lëpirje se sa respekt, sepse respekti është to janë rregullat e mia, hajde respektoj. Ky është respekti. Dhe Serbi këtë bën atje, ku shkon ti atje, ekipi yt,
Unë e mbaj mend si tani ansja gollin në aeroportin e Beogradit, kur hapte çorapet e tij, i nxirrte në krahun e kundërt, sepse ata dyshonin se ai mund kishte futur, kishte pjesë të atij dronit që ishte në fushë, domethënë, ne na bën leck atje, kurse kur vin ata këtu ne i respektojmë domethënë nga A-ja dhe Z-ja. Ndonjë incident Esmeralda se kam përshtypjen që zëri i Federatës tonë të futbollit duhet të ishte ngritur më lart, edhe për të kërkuar, le të themi, paktën sigurinë e gazetarëve, siç e thuat. Po e vetëm gazetarë se janë 1000 faktor sepse nuk është tash, do me thënë, aty nuk janë sigurt e para njerë vetë futbolistët, mendoj unë. Në base atje mund të janë ata do të na duartrokasin si që bëm ne. Do shta ne do të rinë si në një sallë opera që pa mbaruar performanca nuk ka zhurma. Nuk ishte respekt, kjo ishte le të themi një show, një teatr, me njerëz të zgjedhur, të cilët e panë ndeshjen sikur po shikonin një film. Në përgjithësi kemi mikpritur skuadrat e tjera, kemi pasur ndonjë konflikte përveç atyre që na kanë provokuar Polonia, ndonjë skuadër ndoshta Anglia që ne në histori si kemi rënë njeriut në qafë. Ne gjithmonë jemi mbrojtur. E di që ishte përfundimi Esmeralda, që jo detyrimisht. Ne s'po themi t'i bim në qafë, as t'i vrasim, as t'i presim, por të paktën unë po thoja, jo me në shpinë tonë nuk mund ta bëjnë ligjin. Luhet në Leskovac. Minimalisht dinjitoz, minimalisht. Jo me do e mos të luash në Leskovac do të kesh përfitime, do t'i shua në këtë aspekt që nuk do të kesh shqetësime, incidente, probleme. Unë them, nuk ka asnjë kërkojmë të lejohet të luhet futboll, më kaq po themi ne se ne nuk gjyshme nga ana e serbëve, fakti që ata mund të Kthehemi pak tek ndeshjet e sotme se do kemi kohë të flasim për ndeshjen tonë me Serbinë. Edhe pse po vjen, jemi shumë afër, 11 ditë. 11 ditë. It's coming. It's coming home, Never coming home, yeah. Çfarë mund të ofrojnë surpriza ndeshjet e sotme, pasi duket se të paktën në letër nuk është se ka ndonjë... Në këtë diskutimin me Enrikon, më bëri përshtypje fakti që ishte pak i friksuar për ndeshjen e Bayernit sot me Kipër. Po, atë pam, po. Më bëri shumë përshtypje, pasi Bayerni me Pafosin janë, domethënë, nuk qëndrojnë dot në të njëjtën linjë. Janë shumë Enrico beson se topi është i rumbullakët dhe gjithmonë mund të ndodhë surpriza. Jo, më nuk më ofron siguri. Po flasim për dy ekipet cilat janë totalisht të kundërta. Pra, kemi një ekip elitar me shumë trofe, pjesëmarrës në Champions çdo vit, shkon gjithmonë çerek gjysmëfinale, qoftë finale apo edhe fiton, ndërsa Pafosi është për herë të parë në këtë kompeticion. Dhe kam përshtypjen që vetëm momenti kur futbollistët e Bayernit do futen në fushë, ata do pësën 2 gola që kur këndohet himni Champions League-ës, që aty do jetë 2-0 rezultati. E dikush është më e bukur ekipeve, disa prej ekipeve që luajnë sot me ekipet e mëdhaja, që kanë përshtypjen as emrin nuk ja u kemi dëgjuar ndonjëherë. Për shembull, ekipi që luan me Realin e Madridit. Kairat Almaty. Është shumë e veçantë kjo histori, sepse Reali Madridit i është dashur të udhëtojë që të dielën drejt Azerbajxhanit, drejt Kazakistanit. Dhe domethënë udhëtimi atje përshkronte diku te 8000 kusur kilometra mos gaboj. Pra ishte një udhëtim tmerrsisht i lodhshëm. Dhe duhet parë kjo domethënë ky ndryshimi sepse unë e krahasoj pak kur luhet. Besoj do ketë marrë ekipin e tretë. Jo, absolutisht, jo, është i gjithë ekipi, është lista e plotë e lojtarëve, është i gjithë ekipi, vlerësohen këto ndeshje Esmeralda sepse sistemi pikëve këtë të mundson, domethënë 3 pikë atje ti shkon e kualifikuar le të themi, domethënë janë bono për ekipin këto. Supozohet që në shtëpi të luajnë ndryshe këto lloj skuadrash Esmeralda, sepse dhe orari që është zgjedhur për Kazakistanin, nuk e di çfarë temperature mund të ketë apo çfarë kushtesh, por që dhe orari prandaj është zgjedhur të luhet në 18:45. Duaj nga një koment shkurt se jemi drejt fundit, po e nis nga e para Atalanta Club Brugge. Po të njohim të dyja. Atalanta do të marrë të hakun e vjetshëm që eliminoi Club Brugge, po më duken ekipe që shkojnë drejt barazimit. E kuptoj. Enrico, Atletico Madridit Frankfurt se Realin e kryen. Me performancën që kam parë në ndeshjen e parë të Frankfurtit, më jep besimin që Atletico nuk do ta ketë lehtë sonte. Ndoshta mund të jetë dhe surpriza e mbrëmjes. Bodo Glimt, Tottenham? Po, këta janë më surprizues se ata të dy që përmendëm përpara me Enrikon, për faktin se luajnë Norvegji, është një ekip që luan mes borës, është mësuar në të ftohtë dhe çdo lloj ekipi që ka shkuar atje, madje Mourinho ka humbjen më të thellë të historisë 6-1 me Romën, kur drejtonte Romën. 6-1 është mundur në Glimt. Kështu që është skuadër që sjell gjithmonë
probleme për skuadrat e mëdha. Chelsea Benfica shihet si një ndeshje interesante. Është interesante dhe një rikthim i Mourinhos tek ish skuadra e tij dhe do doja shumë si një mbështetës dhe si një fans i futbollit që Mourinho bën i një emri të madh trajningut portugez, të merrte një fitore ndaj Chelsea, por luhet në pikën kritike për Enzo Marescën tek blut në rast humbje me gjasa mund përshëndetet. Kështu që është shumë e fortë në këtë aspekt. Para 2 muajsh fitoi Kupën e Botës për klube, vetëm statuj nuk i bën atje. Tani ka bërë 3 humbje. E thonë jenë prag shkarkimi. Galatasaray, Liverpool, edhe kjo mendoj se mund të dedikojë një Liverpool, ndeshje Galata është interesante. një ekip shumë i mirë për ligën turke, po shumë amator në Europë. Domethënë e mundi Frankfurti 6-1, mos gaboj. Duhet këtë pësuar 5-6 tregon që është ekip i pa, domethënë ka yje, po nuk ka skuadër. E kuptoj. Inter Slavia Pragës. Nuk besoj se Slavia është në nivelin për t'i hapur probleme Interit. Interi në vitet e fundit është përballur shpesh me skuadra çeke, por Pafos edhe Frankfurti janë në nivel për t'i nxjerrë këtyre probleme, kurse Slavia Pragës nuk është në nivel. Përfundoje. Jo, e mbarova unë. Po tani vlerësoj gjërat siç janë. Slavia Pragës merr pjesë çdo vit në Champions League, Pafos i ka hyrë për herë të parë. Edhe ti po ma thuaj që është e vështirë. Nesër besoj këtu do të jemi, do ta diskutojmë edhe me Pafos. Marseilla është skuadër që luan futboll mirë, madje i shkaktoi edhe një humbje Paris Saint-Germainit pas shumë kohësh. Fitoi në atë ndeshje. Mendoj që e mund Ajaxin, Ajaxi është tepër i brisht edhe në kampionat nuk ka bërë një paraqitje të mirë. Ndërsa ndeshja e fundit fiton Pafosi me rezultatin 4-0. Eniko, 30 sekundat e fundit tuat pse ke kaq pak besim tek Bayerni? Nuk është puna se s'kam besim, por në futboll e kam thënë gjithmonë, edhe sidomos në Champions ekipet nuk parashikohen. Dhe do me thënë, unë diskutoj tani Inter Slavia Prag, bë një analizë timen, që e kam bërë dhe me laps me letër, tani Ledio thot që Slavia Prag që nga aq shumë e rrezikshme, Pafosi është një skuadër me krahasim me Pafosin, jo me Inter. Ti mendon që Interi nuk është se diskuton apo? Nuk e diskuton, me ekipet çeke Interi është përballur thuajse në çdo edicion 2 apo 3 herë, kështu që nuk besoj të ketë probleme. Po ka gjithmonë një herë të parë, kam thënë tek Pafosi luan David Luiz një lojtar që Victoria Pilsen nëse brenda Milanit. Nëse zgabojnë 2012 duhet të ketë qenë me grupin ose ndoshta mund të ketë ardhur më pas që ne na ka marr Championsin me Chelsea, kështu që është një lojtar me eksperiencë dhe mua më pëlqejnë ekipet e vogla dhe mendoj se meriton një lloj shtyse, një lloj supporti nga të gjithë. Mendoj që ata që do vënë skedina në vende ku lejohen të vënë skedina sot do kenë surpriza. Ata do surprizojnë. Luani Pafosin, ë? Do surprizojnë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Në kompilamin e fundit nga vendi i Rajonit dhe Bota, shkarkoni aplikacionin e Euronews në App Store dhe Google Play, të ndajmë bashkë mirëpafshim.